Selam aleikum hoxh, me mundon shumë frika e madhe, thot nga vdekja. Më ri në mendje, thot gjithë kohën. Nuk e di pse, është 21 vjeç. Kjo gjë po më pengon shumë që të kem një jetë normale si gjithë tjerët. Aleikum selam wa rahmetullah. Atëherë, e lut Zotin e gjatësisë që të ta lehtësoj çdo gjë. Ajo që unë të këshilloj është që të kish besim më të madh tek Zoti i gjatësisë. Dhe duhet ta dish që nëse njeriu beson Allahun e lartësuar, adhuron Zotin e gjatësisë një të vetëm, i bindet urdhrave të Zotit të gjatësisë, pra fal namazin, sillet mirë me prindrit, i ruan lidhjet farefisnore, bën vepra të mira, pra ky njeri i premtohet prej të madhit Zot, pra që në botën tjetër të ketë shpërblim të mirë, madje më të mirë se jeta e kësaj bote, sepse bota tjetër është e përjetshme. Atje është xheneti, ku nuk ka në të pikëllim, nuk ka në të mërziti, nuk ka në të hidhërim. Kështu që besimtari jeton patjetër midis frikës edhe shpresës. Por ne besojmë në një Zot i cili mëshiron, i cili ka përgatit për robërit e tij besimtar shpërblim të madh në xhenet. Prandaj, ajo që unë të këshilloj është që të angazhohesh më shumë me vepra të mira, sepse thjesht të mendosh për vdekjen nuk është se do ndryshosh diçka. Për ndru jetë, gjithë do të ndrojmë. Gjithë do të shkojmë tek Zoti i gjatësisë. Kush më parë e kush më vonë. Por ajo që unë të këshilloj është angazhohu me veten. Pra me besimin në Zot, me veprimin e veprave të mira, me avancimin në aspekte të ndryshme, përmirëso veten dhe mos lër pra boshllëk, mos lër hapësirë që të vijë shejtani dhe të ndikoj apo të bëj pesimist. Gjithmonë je optimist dhe beso shumë tek Allahu i lartësuar.